Shumë shpesh ne ngatrojmë, njerëzit e ngatrojnë korrupsionin me thjesht persona të këqij, që duhen marrë edhe duhen quar në ferr dhe pastaj ne do shpëtojmë. Jo. Patjetër që ata të cilët kapen duke bërë korrupsion duhen dënuar. Por vetëm kjo nuk e çliron një vend nga korrupsioni. Që një vend çlirohet nga korrupsioni, duhet që korrupsioni të mos jetë një shërbim alternativ i suksesshëm, pra që të drejtat, që shërbimet që njerëzit kërkojnë, t'ja u garantojnë institucionet. Pse shkojnë njerëzit të paguajnë? Sepse nuk arrin dot ta marrin ato gjë që kërkojnë dhe që ju takon pa paguar. Dhe pse them unë tani që perceptimi këtu është shumë më i madh se sa realiteti i korrupsionit? Po e marr nga aja. Gjëja kryesore që lidh një popull me idenë e korrupsionit, që është bakshishi për të marrë një shërbim.